Kurti është vetë kryeministri, zoti Kurti është kryetori i lëvizjes vetëvendosje, zoti Kurti është këshilli i përgjithshëm, zoti Kurti është kryesia e lëvizjes vetëvendosje, zoti Kurti është vendimarrja, zoti Kurti është kryetari i qendrës, zoti Kurti është ansambleisti i lëvizjes vetëvendosje dhe kjo nuk i bën dëm, nuk i bën derë demokracisë. Dy figura të zotit Kurti për cilat unë i njoh mirë. Rrugtimi opozitor që kemi pas bashkë si aktivist, edhe me qenë se e kemi pas ka gjë një lidhje edhe të rrethona tash se kur ti po fol njerëzit po e marrin ato je familje, je kështu. Po është figura zotit Kurti, për cilën ti po thu që normalisht na jena për me komentu situatën, edhe shumë mirë që ne i diskutojmë gjanat si fenomen. Ne kemi të diskutuar si fenomen, nuk kemi nevojë më bo me na kriju njerëzit armiq këtij vendi, për arsye se te e shef që diçka nuk është në rregull. Ajo zotit Kurti si opozitor dhe kjo si njeri veshën me sakun e pushtetit edhe me këto gjipat e zi është një dallim shumë i madh. Pra, unë e tham me dhimbje dhe me keqardhje që zoti Kurti është fajtori kryesor i këtij ngërçi që ka kriju. Domethënë, s'është lëvizja vetëvendosje, është vetë figura zotit Kurti, për cilën edhe mas ardhjes pushtet në reformimin edhe në zgjedhjet e mëshme të lëvizjes vetëvendosje krijoi mekanizma, ata mekanizma janë njerëz, krijoi si grupacione për cilat nuk japin kritikë, edhe kjo është shumë e keqe për demokracinë, është e keqe për zotin Kurti në radhë parë se e fundit ne këtu çka do që jetojmë janë se jetojmë në kohën e teknologjisë rësime dhe janë videot, janë incizimet, janë ato që ka thonë vetë zoti Kurti dhe politikant me fjalën e tyne, janë dëshmia kryesore që sot ne i diskutojmë ato. Pra është fajtori kryesor zoti Kurti, e thash se nuk ka zë kritikë edhe zë të zgjidhjeve të ngërshit me lëvizjes vetëvendosje. Pra zoti Kurti është vetë kryeministri, zoti Kurti është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, zoti Kurti është këshilli i përgjithshëm, zoti Kurti është kryesia e lëvizjes vetëvendosje, zoti Kurti është vendimarrja, zoti Kurti është kryetari i qendrës, zoti Kurti është ansambleisti i lëvizjes vetëvendosje dhe kjo nuk i bën dëm, nuk i bën derë demokracisë rreth parë, por nuk i bën dera zotit Kurti. Pra, e kam thënë kështu me ilustru me shembull, demokracia është pak edhe nuk është veç votë, veç numër, është edhe peshë.